Për sa kohë mund t'i ruajmë produktet e fshatit në frigorifer ose në ngrirje? Si shikoni tani te pjesa e parë u tregova se si i pastrova të gjitha, si u hoqja ato gjërat e tepërta që nuk duhen, edhe tani po u tregoj se si i laj çdo gjë me radhë. Këtu një herë po laj fasulishtet ose barbunjat ose si të doni i thoni. Edhe pasi i kam larë mashurkat, nuk e di se si thoni, çdo zon kamrat e veta, do t'i hedh në një tepsi që t'i lë të thahen, t'u iki ujë shumët. Këtu tani radhën e kam bamjet, mbush lavamanin me ujë, edhe do t'u hedh krip brenda, mund t'i lani edhe me uthull, unë i lava me krip kësaj radhe, i fërkoni një çik i thikin ato të shumtat me kripë, edhe pastaj si shikoni do t'i vendosim te kjo kullesa këtu që të kulloj ujë tepërt, me radhë edhe këto do t'i vendosim në një tepsi që t'i lëm të përthahen, të iki ujë shumët, do me thënë, që të mundemi pastaj t'i vëmë në ngrirje. Radhën e kanë bizelet, po e njëjta procedurë, te bizelet nuk hodha kripë, se nuk kanë diçka ngjitse siç kanë bamjet, ndaja edhe vetëm me ujë të pastër, i lava, i lash që të thahen të gjitha me radhë. Tani i vendosa të gjitha në për qeska, veç në për çanta plastike do me thënë. Unë i vendosë çdo çantë të përgatit një gjëll, për shembull, tani varet sa veta jeni në familjen tuaj. Neve me që jemi 3 veta, nga një çantë të vogël plastike, na mjafton që të përgatit një gjëllë, edhe bamjet nuk e di a do mi hanë të mitë, po u më pëlqejnë shumë, që kështu mu të bëj një gjëllë dhe të hatë gjithë vetë, u papuna, qa do bëjmë njerës. Bizelet u pëlqejnë, edhe fasulishtet, burri, djali, hëngri patatet që kisha brenda në fasulishte, se bëra një racion me fasulishte, me mashurka, edhe ishin perfekte. Si shikoni i vendos në ngrirje tani, edhe mund të zgjatin kështu 6 muaj pa problem fare, nuk pësojnë as edhe një gjë, nuk humbin të gjitha ato vitaminat që kanë brenda edhe shijen e freskët që kanë bio. Të kaloni bukur, ciao ciao!